Këshilli i Ministrave miratoi një sër vendimesh këtë të mërkurë me styre ndërtimin e centralit gjenerues të energjisë fotovoltaike dhe vepra vendimëse i cili nuk është objekt koncensioni. Ky central do të ndërtohet në fshatin Taç Lart të Bashkisë Kolonj. Koha për ndërtimin, pajisjen me lejen e ndërtimit dhe vënien në operim të implantit fotovoltaik do të jetë brenda 36 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Qeveria miratoi po ashtu edhe listën e ish ndërmarrjeve buqësore dhe ish kooperativave buqësore për njohjen e viteve të punës për efekt pensioni në sistemin e sigurimeve shoqërore. Kështu me anë të VKM-s u miratua lista e ish ndërmarrjeve buqësore sipas vitit të krijimit të tyre dhe territorit të ushtrimit të aktivitetit. Ngarkohet Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi. Këshilli i Ministrave ka miratuar po ashtu emrin e Rovena Metoja si antare e ekipit përzgjedhës për zgjedhjen e kandidatëve për antar të Komisionit Kombëtar Rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit e përpunimit të ujrave të ndotura.